Përshëndetje. Në një kohë kur Shqipëria flet për integrim, për zhvillim dhe për rritje, mira student në Durrës përballen me një realitet krejt tjetër. Atë të mungesës së kushteve, të papërgjegjësisë institucionale dhe të mungesës së vullnetit politik për të garantuar dinjitetin e tyre. Në Durrës janë mira studentë që studiojnë në universitetin publik, por që jetojnë pa asnjë mbështetje konkrete. Qyteti ynë, që duhet të ishte model për arsimin e lartë, nuk ka asnjë konvikt funksional që të strehojë studentët. Të rinjt janë të detyruar të paguajnë qëra të papërballueshme, shpesh duke ndarë dhoma në kushte minimale, ndërsa familjet e tyre sakrifikojnë çdo muaj për të mundësuar një arsim që në teori duhet të jetë publik. Ndërkohë, karta e studentit e premtuar prej vitesh nuk është shpërndar ende në Durrës. Studentët e këtij qyteti nuk kanë asnjë lehtësi për transport, libra dhe shërbimet e përditshme, ndonëse në çdo dalje publike dëgjojmë premtime për përkujdesje ndaj rinjisë. Kjo mungesë është një simbol i qartë i dështimit të qeverisë dhe i diferencimit që po u bëhet të rinjve të këtij qyteti. Si është e mundur që në vitin 2025 në një nga qendrat më të mëdha universitare të vendit, studentët ende presin një të drejtë elementare që duhet të ishte zbatuar prej kohësh. Statistikat e arsimit të lartë në Shqipëri janë alarmante. Vetëm në 5 vitet e fundit, numri i studentëve në universitetet publike është ulur me rreth 19%. Shumë programe studimi janë mbyllur plotësisht për mungesë aplikantësh, ndërsa të tjera po rrezikojnë të ndjekin të njëjtin fat. Kjo tregon qartë se sistemi arsimor po humbet lidhjen me tregun e punës, por dhe me realitetin social të të rinjve. Në këtë realitet, qeveria dhe institucionet vendore kanë zgjedhur të heshtin, duke u kthyer shpinën të rinjve që janë e ardhmja e vendit. Duhet të ndërtojmë politika që i mbajnë studentët këtu dhe jo të shtym ata drejt emigrimit. Po humbim brezat më të arsimuar, më të aftë dhe më të motivuar, sepse shteti nuk po i ofron as mundësinë minimale për të jetuar me dinjitet. Si anëtare e Këshillit Bashkiak, në Bashkinë e Durrësit, ndjej detyrimin qytetar të ngrej zërin për këtë situatë. Bashkia duhet të jetë pjesë aktive e zgjidhjes dhe jo thjesht vëzhguese. Duhet të kërkohet bashkëpunim institucional me qeverinë për zbatimin e menjëhershëm të kartës së studentit, për subvencionet në transport dhe për krijimin e fondeve lokale të ndihmës studentore. Nuk mjafton të flitet për rini, duhet të veprohet për ta. Faleminderit.